Protesta qytetare që ka nisur prej disa javësh në vend vijon edhe në qytetin e Korçës. Qytetarë të moshave të ndryshme janë mbledhur sërish në zonën këmbësore të qytetit, duke përsëritur thirrjet dhe kërkesat e tyre për më shumë vëmendje ndaj problematikave sociale dhe ekonomike. Ashtu si në mbrëmjet e mëparshme, protestuesit kanë mbajtur pankarta dhe kanë zhvilluar diskutime të hapura, ku kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me koston e jetesës, emigracionin e të rinjve dhe çështje të tjera që sipas tyre kërkojnë zgjidhje konkrete nga institucionet. Dhe ne jemi këtu me sy dhe vesh nga Tirana, por kemi detyrimin tonë si korçar që ta mbajmë gjallë pishtarin, ta mbajmë të ndezur këtë flak. Pavarësisht se numri i pjesëmarrësve ka qenë i ndryshëm nga një ditë në tjetrën, organizatorët theksojnë se protesta do të vijojë edhe në ditët në vazhdim, duke ftuar qytetarët t'i bashkohen nismës. Gjatë protestës nuk janë shënuar incidente, ndërsa aktiviteti është zhvilluar në mënyrë paqësore.